Tash fëmijët e mi për shembull kur lypin patike, unë jam në gjendje me hin kredi, edhe me ja u ble pa vetë se sa është çmimi. Wow. Edhe merr në biçikletë të gjelbërt që na i thëshim këtë njerë poni. Edhe për merr ato dhe po ma jap mu. Me ma dhonë krejt Prishtinën. Me parku nja 2 Ferrari dhe nja 3 Lamborghini paradere. Nuk mundesh me më gëzu ma shumë se sa qatë ditë unë kur jam gëzu kur ma ka dhonë qatë bicikletë. Fëmijërinë unë e kam pas pak në Kosovë, do më thonë, po e kam shumë intensive, do më thonë, faktikisht jam gjendje nja 30 orë me të folë për krejt për fëmijërinë se e majnë men krejt në këtu në Kosovë. Mandej kur kam pas 8 vjetë kemi emigru në Gjermani, edhe atje u kanë natyrisht një fëmijëri këj tjetër, se u kanë se në farë udhëtimin kohë, kur ti jeton me ndorrethana ku ki probleme elementare të mbijetesës, ku baba nuk punon jo pse nuk don, po për shkak që regjimi ta ka qitë për punë. Ku ti ballafaqohesh me gjana ma elementare, ku policia edhe shteti është rreziku më i madh cilën ti e ki, edhe kur shkova në Gjermani, mandej me familjen tëmë, do më thonë, ishte një farë udhëtimi në kohë, si më udhëtu nja 30 vjetë, me para kohë më shku, edhe në një vend, ku shteti më nuk ka rrezik, po është siguria më e madhe jetësore, ku policia nuk ka më rrezik, po është në njerëz që të ndihmon. Edhe në Gjermania, në atë kohë kur na kemi qenë në vitin 1992, kur kemi emigru, ka qenë në Gjermani këtë tjetër. E majnë men, për shembull, kur kemi shku për herë parë, këm pas fatën me jetu në një fshat afër qytetit më të vjetër Gjermanisë, vendlindjes së Karl Marxit, Trier quhet, në kufim me Luksemburgun, në një fshat vogël kur kemi shku, si familje madhe, kemi pas një shtëpi 3 kat, që na kanë shu shteti. Kur më qu nesër më mëngjes, një plak që e majnë men hala sot me sy bojqili, ma qoj ke madhen e tezës tem, do më thonë tezja që ashtu do këtë se ajo, edhe po më thirë prej anës tjetër të rrugës, faktikisht e kishëm fëqin, po ishtë dita e dytë, një të ma herët nëse këshëm pakër ka, në ditën e dytë, edhe po më thret edhe normal, fëmijë i Kosovës i traumatizum ma vden. Me njerë ku shë kjo pse po më thirë, të ja bo 100 pyetje vetit, edhe shkova kështu, kogja i friksum, edhe po ma kap dorën ajo, s'mersha për shumë, se ke kuptohë dhe gjuhën? Po merë me vetë edhe po më qënë garaj, veç u bëjk edhe ma dramatike ajo farë punë. Që në mund të shku ma mas. Të hap garajën kështu, edhe nuk disha kur shkon një qoshe, edhe e merë në kese, e hek kesen, edhe merë në biciklet të gjelbërt, që na i thëshim të njerë poni. Okej. Gjelbërt po thuj se e rej. Edhe për merë ato dhe po ma jap mu. Edhe nuk disha që më ka gjetë, nuk isha me besu. Nëjse, ajo ma dhuroj mu bicikletën, edhe për mu sot me ma dhonë krejt Prishtinën, me parku nja 2 Ferrari dhe nja 3 Lamborghini paradere. Nuk po di qa me mba, nuk mundesh me më gëzu ma shumë se sa qatë ditë, unë kur jam gëzu kur ma ka dhonë qatë bicikletë. Do të thonë, u kanë një tjetër Gjermani ku solidariteti i Gjermanëve u kanë jashtëzakonshëm. Unë më kanë fëmija i vetëm klasë, i huj, sot në për shkolla Gjermane mundet me kanë i Gjerman. Se më thonë, i vetëm që është Gjerman tjertë janë të huj, po do të thonë, në atë kohë më kanë si një farë maskote e klasës, e ekipit futbollit, e shoqënisë. Do të thonë, u kanë një fëmijëri deri në 1998 ku kemi jetu në Gjermani. U kanë një fëmijë me si më thonë, prallore, po gjithmonë me mendje që ata që janë në Kosovë, do të thonë, jetojnë ndryshe, baba dhe këtë familja, faktikisht është dasht me majt familje që kemi pas në Kosovë, edhe do qefe, do dëshira që këm pas në atë kohë dhe në Gjermani nuk u mujtë me jetësu për shkak që u tash me majt familjen. Që ato po munon atash fëmijët mimi. Çka u kundi, çka? Po që për shembull,
mi pas dhe patike Adidas, a bëden. Wow, mi pas dhe patika Adidas. Se kuna ngojnë në rinia, thojnë, a bëden. Në atë koka, do ku kanë jetu. patika Adidas. Jo, po ku kanë jetu këta. Jo, po du me thonë që kum pas shef shumë patiket, kur im ka në vogël, po kritë familja që kemi qenë në Gjermani, nuk kemi majtë vetëm në familje në Kosovë, kemi majtë me zisa familje, baba që është për kujdes edhe nana dhe kritë familja. Sikur krejt familjet edhe nuk e atëherë. kemi pas kushte, po tash fëmijët e mi për shkak kur lypin patike, unë jam në gjendje me hin kredi. Edhe me ja u ble pa vetë se sa është çmimi. Wow. Të më thonë qatë shumë, pas Po kam beq kjo pjesë. çato traumat e mia kom qef. Çka është një diçka e vogël nashta ashtu që e mban mend në atë kohë kur kish në Gjermani pas biçikletës. Ose sa ku në vështirë mu ambientua atje për ty. Të e pas parasysh që bajage i rritun pas ke shku. Po. Nuk e qenë ashtu bash i vogël. Po, ja, kum pas 8-9 vjet, domethënë çka më manu kanë unë shumë shpejt e kum mësu gjuhën gjermane, cilën edhe sot mas 26 vjetëve që jam kthy e zotroj nivelin tepër të lartë, nashta edhe që kum lexu dhe shikoj hala televizion gjermanisht, po gjuhën e kum mësu shumë shpejt, gjermanishtën, edhe e di që u ka një farë festivali i klasës, ku në mas dikon 4-5 mujve, unë kum dal para publikut, me qëtë vetë besimi që s'm kalon kur. Nuk më kalon anash. Edhe kum dal edhe kum recitu disa vargje të asoj shfaqje që kemi bë, po në gjermanisht. Super, po më vjen shumë mirë. mirë. Ajo më kujtohet shumë mirë, ndërsa fjalën e parë që kum mësu kanë shumë interesant, se u kanë dimër në atë kohë, u kanë Schneeball, e sojnë topit të borës, Wow. edhe mësuesi em që ishte gjerman atë, thartan jashtë është borë, edhe thoshte shne, unë s'musha me kuptu se tash kur bëj keme gisht jashtë, atë nuk shishan vetëm borë, po shisha lisa, gjithë shka tjetër, qysh me definu që apo më thotë. Për cilin objekt të e Po, thonë. edhe doli jashtë, e murë do borë, edhe mande e kuptova, tha shne, bal. Edhe Wow. aty, si me thonë, ndër fjalët e para që u kanë që kjo, shqyqër që e ku mësu në shkollë, se ku mësu tani pe i do tjerë, se tani shqiptarë, pe të në të qëfar fjallë mësojnë, parat. Ose i kishe mësu ta man ashtu sigur këta që punojnë bau shtel, ma ndej se që shë mësojnë gjuhën. Po, në fakt, ajo gjenerata është gjenerata e parë, unë jam gërnaq i gjeneratës parë, 1.0. I hershëm. Po. Edhe në atë kohë për ma një pjesë shumë e madhe diasporës kanë shumë edhe mu ambientu, sepse me mendje me trupin kanë gjithë në Kosovë, kur nuk kanë mujtë me mendu për vetën e tyne. Njerëz që për shembull kanë jetu 20 vjet atje s'kanë instalu as telefon shtëpitë e tyre. Do të thonë çaq përkushtimi u kanë i madh për mi majt njerëzit që jetojnë në Kosovë, për majt një sistem paralel që ka ekzistuar në atë kohë. Kështu që gjenerata e parë e diasporës është ndër gjeneratat më meritore për shumë procese në Kosovë. Ta gjenerata që shkojnë sot dorën zemrën e kanë shumë lehtë. Domethënë është shumë lehtë se paragjykimet ndaj tyre nuk janë më shumë të mëdha, është shumë më lehtë integrimi, janë më me vetbesim, kanë punat, kanë të rregulluar me çështjet. Avioni, vendlindja, domethënë është punë tepër e lehtë krahasim çfarë Çau kon më herët. Po.